Kosovës. Emanuel, lidhe për juve. Përshëndetje Arbresha, jam këtu tek stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë, veç se ka përfunduar konferenca e Kosovës, jem në prag të ndeshjes në mes të Kosovës dhe Zvicrës e vlefshme për kampionatin evropian. Nesër nga ora 20:45 do të përballen Kosova dhe Zvicra, ndeshje që do të transmetohet direkt në televizionin Klan Kosova. Sa i përket konferencës që ka përfunduar tek Kosova, para mediave, para gazetarëve dolën selektori Primož Glija dhe kapiteni i Kosovës Amir Rahmani. Përndryshe, shumica e pyetjeve kanë qenë për Amir Rahmanin, sidomos për atë se çfarë ndjenja është të luash kundër Zvicrës, aty ku përbëhet nga futbollist shqiptar. Amir Rahmani është përgjigjës se sigurisht është ndjenjë e veçantë, edhe ka përmendur që janë krenuar gjithmonë me arritjet sidomos të Granit Xhakës dhe të Gjerdan Shaqirit. Përndryshe, Primož Glija ka thënë që është i vetëdijshëm që përballet me njërin nga kombëtarët më të forta në botë, pse jo, sepse e dim që kombëtarja e Zvicrës vazhdimisht në këto vitet e fundit, por duke përfshirë ndoshta gati 2 dekada, është kualifikuar vazhdimisht në kampionate evropiane dhe në kampionate botërore. Përndryshe, Glija ka thënë që kemi disa probleme me disa lëndime dhe akoma nuk e ka të qartë se me çfarë formacione, se me çfarë 11 që do të startojë ndeshjen nesër, ndeshjen e të shtunës kundër Zvicrës. Nuk ka dhënë ndonjë emër se nëse do të mund të luajë dikush, akoma nuk ka debutuar për këtyre të fundit që janë ftuar, duke përfshirë Rahmanin, pse jo, që u transferua nga Ballkani në Romani, po ashtu edhe për disa futbollistë të tjerë, duke përfshirë ndoshta pse jo edhe Korenicën, por nuk ka dhënë ndonjë emër se kush do të luajë për ta. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, por një ndeshje e vështirë. Ndërkaq që në ora 18:15 këtu para gazetarëve do dalin edhe nga kombëtarja e Zvicrës, do të jetë selektori Jakin, i cili do të dalë para gazetarëve dhe nëse nuk gaboj, ashtu si më thanë, nuk dihet akoma, ndoshta do të jetë prezent në konferencë dhe Granit Xhaka. Përndryshe, ne do të jemi vazhdimisht të informuar sa i përket këtyre zhvillimeve dhe kësaj dite. Sot këtu në stadiumin Fadil Vukri, më pas konferencës së Zvicrës, që është në ora 18:15, nga ora 19 do ta ketë stërvitjen Kosova, ku do të jetë e hapur dhe do të kenë mundësi kameramanat, mediat të marrin xhirime dikon për 15 minuta dhe nesër, siç e dini, është dita e ndeshjes. Do të kemi emision para dhe pas ndeshjes dhe gjithçka do të transmetohet live në televizionin Klan Kosova. Faleminderit shumë, Emanuel, shumë arsye për qëndruar me programin e Klan Kosovës, jo vetëm sot, por edhe ditën e nesërme në këtë ndeshje shumë të rëndësishme edhe për kombëtaren e Kosovës. Patjetër, por shumë të tillë, shumë qytetarë do të kenë fatin që drejt për drejt të përcjellin ndeshjen në stadiumin Fadil Vokri, me të vërtet një ndeshje të rëndësishme dhe si rëndom ndodh pra